Alketa Vesio nuk di të flas. Alketa Muka? Fole ke sot? Fole nga emocionat. Nga emocionat e të merit. Ti është në rinë, oratore. Oratore pa fund. Arrin në ndjenjat njerëzore. I shkërmoq. Fëmijët e kërtecit. Në ferin e ndjenjave. I desha shumë. Sa shumë do mua dhe fëmijët e mi. Nuk të rroj kur. Ishe spektakli më i bukur. Në ndjenja, dhimbje, lot, kërteci, një çmenduri. E ka fajin ky, e ka fajin ai. Njerëzit të tiqën, u shkërmoqën. Po tani është radha ime. Është radha e fëmijëve të mi. Ai e ndjesh me Alketa Vision. I oratore, e di. Unë s'bëj. Nuk jam mrekulli. Ti je mrekulli, ndihmove, kërtecin. Apo ndihmon familjen time. Jam një lypsare, parrok. Lyp babën. Por me çfarë të bëjmë atë rrok? Të shërohem nga goditjet e tua? Apo të dashurit të turi? Apo të shoqeve tua, Leta, Neslian, Josefin? Më thuaj, Alketa, a jam oratore? A ti të flasun? Më thuaj, që rëndësi ka të flasë? Kur ti më godet, çdo natë. Që rëndësi ka të flasë kur ti nuk ndjen, nuk arsyeton, më çmend fëmijën, më shqyen në spital. Me këto bëj seks? Me baban? O çmendur. Jam oratore, moj vajzë. Më thuaj, a ke ndjenja? Alketa Visiu, ke ndjenja? Në kërdes ndje dhimbje, reklam, po vdiqën, u shkërmoqën, u cuptuan, u deformuan. Që do më deformosh mua dhe fëmijët e mi, na ditë kockë shqyer, mish zbutur, cuptuar, goditur me akullnaja, me krimca akulli në përplasje fytyre. Një Alketa pesticidet, acidet e forta në trupin tim, me Letën, me Neslian, Josefinën, me Duraplen, thyrjen e kockave, thikat me rreze, moj Alketa, sa oratore duhet jem? Nuk të pëlqej. Alketa Visiu, nuk të pëlqej. Kjo jam unë.